shtëpisë të situatës së qarkullimit rrugor në 2 vitet e fundit dhe objektivat për të ardhmen. Nderuar Zoti Ministri, të nderuar drejtues të programit Incitap Pameka dhe Departamentit të Sigurisë pranë USB-s, të nderuar pjesëmarrës. Siguria rrugore është sot një nga problemet më të mprehta në të gjithë botën. Pavarësisht se siguria në rrugët e Evropës është më e lartë se në vendet e tjera. Format, mënyrat dhe teknologjia e përdorur për të menaxhuar qarkullimin rrugor përbëjnë dhe thëmbrën e akilit në parandalimin e aksidenteve dhe rritjen e parametrave të sigurisë në rrugë. Siguria rrugore nuk mund të vendoset vetëm nga policia rrugore, por duhet të fillojë që në bankat e shkollës, me njohjen dhe edukimin me rregullat dhe kulturën rrugore, e deri tek marrja e lejes së drejtimit, që duhet të jetë një proces më i gjatë, më i kompletuar, që në fund të tij të certifikohen drejtues mjetesh të aftë nga ana teorike dhe ajo praktike. Pa u justifikuar dhe pa e shpërndar përgjegjësinë tek të tjerët, apo pa gjetur arsye dhe fajtor, policia rrugore duhet të jetë në pararojë të kësaj sfide, në përmbushje të detyrës së saj funksionale, me qëllim që siguria e jetës së përdoruesve të rrugës të rritet nga dita në ditë. Nga viti në vit, shërbimi i policisë rrugore është transformuar duke e rritur performancën, qoftë në drejtim të menaxhimit të qarkullimit, të komunikimit, teknologjisë, logjistikës apo dhe në drejtim të luftës kundër korrupsionit. Angazhimi me seriozitet, shpeshherë edhe mbi kohën e punës, ka bërë që numri i aksidenteve të vijë në ulje, duke shpëtuar më shumë jetë nga viti në vit. Fal veprimeve vendimtare në nivel lokal dhe kombëtar nga policia rrugore, është bërë përparimi i dukshëm në drejtim të uljes së numrit të vrarëve gjatë aksidenteve rrugore. Numri i vdekjeve në rrugë u zvoglua me rreth 18% në vitin 2017 në raport me vitin 2016 dhe njëjti trend në rënje është evidentuar edhe gjatë vitit 2018. Në strategjinë e sigurisë rrugore të vitit 2011-2020 është përcaktuar dhe vendosur që të punohet për reduktimin me 50% të aksidenteve rrugore, me pasojë humbjen e jetës së përdoruesve të rrugës. Në vitin 2011, numri i shtetasve që kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve ishte 322. Në vitin 2018, fal edhe punës së policisë rrugore, ky numër u reduktua në 213 shtetas që kanë humbur jetën në aksidente rrugore. Periudha në vijim do të jetë shumë sfiduese për vendin tonë dhe aktorët kryesorë të monitorimit të sigurisë rrugore, ku një rol të veçantë ka policia rrugore me synimin që të arrihet objektivi ambicios për të përgjysmuar numrin e vdekjeve në rrugë midis 2010 dhe 2020, ashtu siç thashë edhe më lart, me 50% që është dhe një nga objektivat e vendeve të Bashkimit Evropian. Treguesit e arritur vitet e fundit, sidomos periudha 2013-2018, na bën të jemi optimistë në këtë drejtim. Aktualisht Shqipëria ka kaluar nga një shifër prej 110 të vrarë për 1 milion banor në vitin 2011 në 101 të vrarë për 1 milion banor në 2013 dhe 62 të vrarë për 1 milion banor në vitin 2017. Në vitin 2011 kanë vdekur nga aksidente 322 persona dhe në këtë vit ka një ulje prej 8.5% më pak të vdekur se në vitin 2010. Në vitin 2017 janë evidentuar 222 viktima nga aksidente rrugore ose 17.4% më pak të vdekur se në vitin 2016. Në vitin 2018 është evidentuar një ulje e numrit të vdekjeve në rrugë me 9 të vrarë më pak ose 4.1% më pak krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2017. Në Shqipëri, krahasuar dhe me treguesit e vendeve të Bashkimit Evropian, konstatohet se përfshirja e motociklistëve dhe bicikletave në aksidentet rrugore për vitin 2018 ka zënë 18% të totalit, këmbësorët 17%, çka i bën përdoruesit e dobët të rrugës një kategori për të cilët duhet të orientohen politika më të sigurta në projektimin e rrugëve, në edukimin e tyre dhe ndëshkimin e shkeljeve rrugore. Ndërkohë, treguesit arritur gjatë vitit 2018 në funksion të parandalimit të aksidenteve dhe në mënyrë të veçantë të atyre me pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e personave kanë pësuar një rënje të ndjeshme kundrejt njëjtës periudhë të vitit 2017. Ku janë evidentuar 260 aksidente rrugore më pak se në vitin 2017,
9 të vrarë më pak ose 4,1% më pak, 51 të plagosur rënd më pak ose 14% dhe 260 të plagosur lehtë më pak ose 12,8% më pak. Është gjetur edhe gjatë sezonit veror, angazhimi i policisë rrugore ka qenë maksimal në drejtim të rregullimit të trafikut, të dhënies ndihmës automobilistike dhe ndëshkimit të shkeljeve burim aksidentesh. Në sezonin veror të vitit 2018 janë pezulluar 230 leje drejtimi për drejtim mjeti në efektin e alkoolit apo në gjendje të dehur, 401 leje drejtimi për shpejtësi te normave të lejuara, si dhe 253 leje drejtimi për parakalim të gabuar. Në shkeljet kryesore të aksidenteve për vitin 2018 janë evidentuar 41% të rasteve aksident këmsorësh, 16% të rasteve drejtim mjeti pa leje drejtimi, 8% të rasteve te i kalimi normave të shpejtësisë, 6% i rasteve parakalimi gabuar, 5% i rasteve drejtimi mjetit në efekt alkooli dhe 4% i rasteve përdorimit celularit. Për sa i përket grup moshave të përfshira në aksidente, nga statistikat rezulton se më shumë se 3.000 të rinj vdesin çdo vit në aksidentet rrugore në Bashkimin Evropian. Në Shqipëri në vitin 2018, numri më i madh i aksidenteve në rrugë ka ndodhur nga drejtuesit e mjeteve të moshës 25 deri në 44 vjeç. Të nderuar pjesëmarrës, një rol të rëndësishëm në uljen e numrit të aksidenteve me pasoja të rënda për jetën dhe shëndetin e njerëzve, gjatë 2 viteve të fundit kanë luajtur masat e marra në drejtim të forcimit të zbatimit të ligjit, të një kontrolli dhe mbulimi më të mirë të territorit nga ana e policisë rrugore, realizimi i vazhdueshëm i operacioneve të dedikuara Tispol, me një objektiv të qartë për goditjen e një shkelje të caktuar një herazi në të gjithë vendin, goditjen e fenomeneve të ndryshme përmes njësisë operacionale të sigurisë rrugore, përdorimin me efektivitet i pajisjeve në dispozicion të policisë rrugore si radar, alkulmatës e të tjerë. Gjatë vitit 2018 janë pezulluar 23.022 leje drejtimi, si dhe janë arrestuar 1.372 drejtues mjetesh për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Krahas këtyre masave, një rëndësi e veçantë është kushtuar reduktimit të ndjeshëm të korrupsionit dhe uljes së ankesave të shtetasve, ku gjatë 2 viteve të fundit është mundësuar arrestimi i rreth 106 personave pasi kanë tentuar të korruptojnë punonjësit e policisë rrugore. Aktualisht janë hartuar projektet përkatëse për radarët, studim për rifreskimin e trupës së policore, aktet e nevojshme ligjore për ndryshimin e kodit rrugor dhe aktet e tjera në ligjore. Një vëmendje veçantë është kushtuar edhe pajisjeve të strukturave të policisë rrugore me logistikën e nevojshme, si dhe me motocikleta apo automjete. Në këtë kuadër është edhe pajisja e punonjësve të policisë rrugore me 250 sete, tablet, printer dhe aksesor, që është mundësuar nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, duke mundësuar që të gjithë veprimet që aktualisht bëhen manualisht nga policia rrugore për plotësimin e masës administrative në bllokun e gjobës të hidhen në tablet përmes aplikacionit. Vonja në përdorim e këtyre pajisjeve rrit ndjeshëm cilësinë dhe shpejtësinë e shërbimit të ofruar për qytetarët. Njëherëzi optimizon përdorimin e burimeve njerëzore nga policia, pasi 80 deri në 90% e fletës së gjobës plotësohet automatikisht. Sapo vendoset targa automjetit, të dhënat plotësohen automatikisht nga aplikacioni, gjoba ruhet direkt në sistem, duke eliminuar kohën e hedhjes manuale dhe duke kursyer burimet njerëzore, si dhe duke evituar gabimet gjatë hedhjes në sistemin e gjobave. Po ashtu, qytetarët do të kenë mundësi të paguajnë vlerën e gjobës online përmes sistemit e-Albania. Gjithashtu, punonjësit e policisë kanë mundësi që përmes aplikacionit të shohin drejt për së drejti në sistem dhe të bëjnë verifikimet për debitorët, siguracionet, mjetet e vjedhura dhe personat në kërkim, pra veprime që më parë bëheshin nga salla e komandimit, tani i ka në dorë vetë punonjësi i policisë. Është trajnuar personeli i drejtorisë së IT-s, njësia operacionale dhe personeli i drejtorisë së policisë rrugore, si dhe do të fillojë menjëherë trajnimi i gjithë efektive që do të përdorin këtë pajisje. Është plotësuar edhe baza ligjore, pasi është miratuar VKM-ja për gjobën elektronike. Gjej rastin të shpreh falënderimin për qendrën për qeverinë dhe Ministrinë e Brendshme, si dhe për të gjithë institucionet e tjera për mbështetjen e vazhdueshme ofruar policisë së shtetit dhe në mënyrë të veçantë për mbështetjen e iniciativave për vënien në përdorim të strukturave policore të risive në fushën e teknologjisë dhe informacionit digjital, të cilat mundsojnë një shërbim më efikas ndaj qytetarëve dhe forcim të parametrave të sigurisë në vend. Sigurisht që as në këtë event nuk mund të lë pa falendëruar aleatin ton më të çmuar, qytetarët, të cilët çdo ditë më tepër po besojnë te policia dhe po kontribuojnë maksimalisht
duke adresuar nëpërmjet numrit pa pagesë 112, aplikacionit Komisariatit Digjital apo në adresat zyrtare të Policisë së Shtetit, në rrjetet sociale raste të paligjshmërisë të çdo natyre qofshin ato. Faleminderit që besoni dhe kontriboni. Së fundmi, dua t'ju garantoj se Policia e Shtetit do të vijojë angazhimin dhe përpjekjet e saj maksimale për përmbushjen e misionit dhe objektivave të vendosur për ofrimin e sigurisë maksimale për qytetarët, luftën kundër krimit të organizuar, trafikeve të palikshme, pastrimit të parave, menaxhimit të integruar të kufive dhe rritjes së parametrave të sigurisë rrugore. Faleminderit. Ju faleminderit zoti drejtor. Të nderuar pjesëmarrës, ju ftojmë të ndiqni një material të shkurtër filmik për prezantimin e mënyrës së funksionimit të tabletave. Ftoj ministrin e Brendshëm, zotin Sandro Leshaj, për të mbajtur fjalën e rastit. Duket shumë e thjeshtë dhe uroj që mos përdoret shpesh. Nderuar drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, të nderuar përfaqësues të misioneve partnere, të nderuar drejtues dhe punonjës të Policisë së Shtetit, veprimtaria sotme është një hap i vogël në kuadër të projektit të madh të modernizimit të Policisë së Shtetit. Investimi që përvojojmë sot, i kryer edhe në bashkëpunim me Akshin dhe ICITAP-in, është shprehje e qartë e vëmendjes së qeverisë shqiptare për Policinë e Shtetit, vëmendje e cila do të jojë një rritje të dukshme në të ardhmen e afërt dhe të largët. Në prioritetet e Ministrisë së Brendshme, të cilat janë prezantuar në fillim të këtij viti, modernizimi mund të konsiderohet si fjala kyçe. Modernizimi i Policisë së Shtetit është drejtimi kryesor, i cili do të mundsojë realizimin e objektivave shumë të rëndësishme që duhet të plotësohen në interes të rritjes parametrave të sigurisë publike, si dhe të përmbushjes së objektivave të rëndësishme të anëtarësimit evropian të vendit. Modernizimi do të përfshijë në radhë parë njerëzit, e pastaj strukturën, infrastrukturën, procedurat dhe padyshim mjetet, teknikën dhe teknologjinë. Sot futen në përdorim të policisë një numër i konsiderueshëm tabletash, të cilat do të shërbejnë për të regjistruar elektronikisht masat administrative apo për të kryer verifikimin e automjeteve në kohë reale. Me këtë hap shënohet dhe fillimi i fazës të re në punën e policisë rrugore, e cila shënon shkëputjen përfundimtare jo vetëm nga një periudhë e caktuar historike, por edhe nga një mentalitet tjetër. Masat e marra deri tani për ndryshime në mënyrën e policimit në rrugë, heqja postbloqeve dhe përqendrimi tek patrullimi, dokumentimi objektiv i shkeleve administrative, kontrollet e shtuara për sjelljen dhe performancën e punonjësve të policisë rrugore janë disa hapa fillestar në kuadër të një programi të gjerë për transformimin e vetë policisë rrugore. Gjatë vitit 2019 do të gjenë zbatim përfundimtar detyrat për të dërguar në rrugë postare të gjitha masat administrative në adresë të shkelësve të rregullave të qarkullimit rrugor, duke vendosur kështu një praktikë europiane e cila ngushton dukshëm edhe hapësirat për abuzim apo korrupsion. Për këtë qëllim do të shërbejnë edhe ndërhyrjet e rëndësishme që do të bëhen në mënyrën se si do të lëshohen lejet e qarkullimit, të cilat do të plotësohen me adresën e saktë të mbajtësit të tyre, duke dhënë kështu këtyre lejeve një element shumë të rëndësishëm, por dhe të munguar prej vitesh. Futja masive e teknologjisë në kontrollin dhe menaxhimin e qarkullimit rrugor do të jetë një tjetër drejtim i rëndësishëm zhvillimi. Targat digjitale, sistemet fikse dhe mobile të leximit të tyre, qendrat e monitorimit të akseve rrugore,
sistemet e monitorimit me dron dhe sensor të tjerë, përmirësimi i procedurave standarde operacionale, përmirësimet ligjore, trajnimi i stafeve të policisë dhe edukimi i publikut për një sjellje të përshtatshme në qarkullim do të jenë drejtimet të tjera të rëndësishme për zhvillimin e policisë rrugore. Krijimi i mundësive të reja për rekrutime cilësore nga rradhë e të rinjve e të rejeve që kanë përfunduar me rezultate të larta studimet universitare është një masë tjetër me rëndësi, e cila hap rrugë për rritjen e nivelit profesional të strukturave të policisë së shtetit në tërësi, por dhe të policisë rrugore në veçanti. Të gjitha përpjekjet për modernizimin e policisë rrugore janë në shërbim të sigurisë së jetës, të sigurisë publike dhe të luftës kundër kriminalitetit në vend. Sipas të dhënave të policisë së shtetit, të cilat edhe u prezantuan këtu, duke krahasuar periodat kohore janar-dhjetor të viteve 2017 dhe 2018, rezulton një rënje e ndjeshme e numrit të aksidenteve me pasoja të vdekur, me plagosur të rënd, plagosur të lehtë dhe numrit në tërësi të aksidenteve, gjë që është një tendencë inkurajuese. Këto rezultate nuk paraqesin thjesht një pamje të çastit, por një tendencë të qëndrueshme në përmirësim, e cila është rezultati i punës së bërë nga strukturat përgjegjëse dhe i masave të marra për mbikëqyrjen e qarkullimit rrugor, për parandalimin e aksidenteve, si dhe për edukimin dhe sensibilizimin e publikut në tërësi. Në vitin 2018 u regjistruan 213 aksidente rrugore me pasojë vdekje nga 378 që ishte kjo vlerë në vitin 2009, duke shënuar kështu një ulje të dukshme. Kjo tendencë për ne ka vetëm një domethënie. Ajo mund të shërbejë si një inkurajim që na provon se ne mund ta përmirësojmë dhe do ta përmirësojmë më tej nivelin e sigurisë në rrugët e vendit tonë. Të nderuar pjesëmarrës, çdo investim në fushën e sigurisë rrugore është investim në shërbim të jetës njerëzore. Duke e parë kështu, qeveria shqiptare, kryeministri dhe Ministria e Brendshme janë plotësisht të angazhuar për të vijuar me vendosmëri programet e modernizimit në të gjitha elementet që kontribojnë në përmirësime rrënjësore në këtë sektor shumë të rëndësishëm. Në të njëjtën kohë, ne jemi të bindur se të gjitha reformat e modernizimit duhet të paraprihen në radhë të parë nga mbështetja e njerëzve pra punonjësve të policisë së shtetit. Arsimi modern, trajnimi, kualifikimi dhe trajtimi i përshtatshëm ekonomik dhe financiar me përparësi i punonjësve të policisë së shtetit do të vijojnë të kryesojnë listën e prioriteteve tona. Faleminderit. Ju faleminderit zoti ministri i Brendshëm. Të nderuar pjesëmarrës, ju falenderojmë për pranimin tuaj në këtë takim.